Vëzhguesit ndërkombëtar dhe ata vendas vlerësuan sot se raundi i dytë i zgjedhjeve për pushtetin komunal në Kosovë është përshkruar me një numër parregullësish që kërkojnë veprim të menjëhershëm të autoriteteve, por është shënuar njëkohësisht përparim i vogël në krahasim me raundin e parë. Kosova i dha fundi raundit të dytë të zgjedhjeve për pushtetin komunal dhe sipas rezultateve paraprake të publikuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, nga 21 komuna në sa janë mbajtur votimet, Partia Demokratike ka fituar në 10 sosh, Lidhja Demokratike e Kosovës në 5, Aleanca për Vendimrinë e Kosovës në 3, një është fituar nga Partia Liberale Serbe dhe një nga një kandidat i pavarur. Tash për tash nuk është e qartë se kush e fiton komunën e Prizrenit me që nga votat e numëruara, kandidatët e Partisë Demokratike dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës kanë nga 50% të votave dhe rezultati përfundimtar do të vendosin nga 1600 vota të hedhura me kusht. Sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, në votime morën pjesë afro 38% dhe rreth 1 milion qytetarëve të regjistruar me të drejtë vote. Në raundin e parë të votimeve që mbajtën me 15 nëntor, morën pjesë rreth 45% e 1.5 milion votuesve të regjistruar. Darko Aleksov, shefi i misionit të Rrjetit Evropian për vëzhgimin e zgjedhjeve ENEMO, tha se në bazë të vlerësimeve paraprake, këtë radhë është vërejtur një përmirësim i vogël në procesin e votimeve kundruar raundit të parë, por ende mbeten mjastësida të hapura. As one of the challenge, what we can refer to is the even though there were efforts. Një nga sfidat ai është se përkundër përpjekjeve autoritetet kanë dështuar të sigurojnë kushte të barabarta për votim për të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës. Vëzhguesit, përfshirë edhe ata të koalicionit të organizatave vendase Demokracia në Veprim, thanë se votimi familjar mbetet shkelja më shpesh në këtë zgjedhje, ndërsa janë regjistruar dhe raste të votimit në emër të personave të tjerë, përpjekje për të votuar më shumë se një herë si dhe votime në emër të personave të vdekur që ende ndodhen në listat e votimit. Megjithatë, thuhet në vlerësimet e vëzhguesve, raundi i dytë i zgjedhjeve është përcjell me më pak tensione dhe më pak parregullsi. Por autoritetet thanë se parregullsitë e raportuara nuk e dëmtojnë procesin e zgjedhjeve, i cili ishte i qetë dhe kryesisht në pajtim me standardet ndërkombëtare. Të tilla që vlerësuara dhe zgjedhjet e 15 nëntorit me gjithë disa parregullsi që kurzuan shpalljen e pavlefshme të tyre në 15 vend votime. Zgjedhjet e sivjetme janë të parat që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës edhe të parat që organizohen në tërësi nga institucionet e vendit. Ato janë cilësuar si një sprovë për shtetin e ri, i cili është njohur nga 63 vendet të botës, ndërsa vazhdon të kundërshtohet ashpër nga Serbia. Për Zërin e Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.